Fillimisht, një tenxhere më të madhe, do të shtojmë një lugë gjella me gjalp. Ju në gatimet e juaja mund të përdorni margarinën nëse vojnë, mua më pëlqen që ta përdor gjalpin. Vazhdojmë tani në zjarr mesatar të presim derisa gjalpi të shkrihet. Tani të gjalpi shkrir, fillimisht shtojmë një qep të bërë në rinde. Gjithashtu shtojmë edhe gjysmë speci jeshil, gjysmë speci të kuq dhe një karotë më të madhe të prerë imët. Vazhdojmë tani në zjarr mesatar që t'i fërgojmë njëherë gjitha perimet derisa të na zbuten pak. Perimet janë zbutur dhe i largojmë anësh, vazhdojmë që ta përgatisim mishin. Sot unë përdor mish pule ose më saktë kofsha pule. Kofsha pule pa asht i kam prerë në copëza më të vogla, lirisht mund përdorni edhe fileto pule. Në total, unë kam bërë gati 400 gram mish pule të prerë imët. Vazhdojmë tani që edhe mishin ta shtojmë tek perimet. Vazhdojmë tani që t'i fërgojmë edhe për 3-4 minuta tjera, derisa edhe filetet e pules të fillojnë që të skuqen. Tani që është fërguar edhe mishi, vazhdojmë që mbrenda të shtojmë 2 patate më të mëdha të prera në cumbëza më të vogla. Nëse i keni patatet më të vogla, mund të përdorni edhe 3 patate. Vazhdojmë fërgojmë edhe për 2-3 minuta tjera, derisa edhe patatet të skuqen pak. Pasi fërgojmë edhe patatet, vazhdojmë tani që mbrenda të shtojmë një lugë gjelle pastë domate. Unë zakonisht i përdor këto pastat më të trasha, por mund të përdorni edhe nga pasta më e hollë që e keni në shtëpi. Vazhdojmë tani që te gjella t'i shtojmë irzat, pak piper të zi gjithmonë për shije, pak hudër në pluhur, piper të kuq, kryp dhe përzijemi mirë. Vazhdojmë tani që te gjella të shtojmë ujë. Në total, unë do të shtoj dikon 700 ml me ujë. Përzijemi mirë dhe vazhdojmë zijemi në zjarr mesatar, dikon parafërsisht 17 deri në 20 minuta, gjithmonë duke i kontrolluar. Pasi kjo gjellë është me mish pule, do të zihet shumë shpejt dhe tani më të gjitha perimet edhe janë paraprakisht të ziera. Dhe tani pas dikon 15 minutave, vazhdojmë që mbrenda tani të gjella t'i shtojmë bizelet. Mund të përdorni bizele të ngrira, por unë po përdor sot bizele të konzervuara. Këto veç se janë më të ziera dhe nuk kanë nevojë që të zihen më tepër, prandaj i shtojmë 2-3 minutat e fundit para se të na zihet gjella tërësisht. Nëse nuk ju pëlqen bizelja, mund ta lini anësh, por që do t'i shtoni proteinat, vlerat ushqyese dhe shijen tek gjella. Unë total po shtoj 100 gram bizele të konzervuara. Në fund fare, për një ngjyrë më të bukur gjellës, do të shtoj një lugë të vogël me kopër të thotë. Mund shtoni majdanos të thotë ose majdanos të freskët, sipas shijeve të juaja. Përzijem dhe vazhdojmë zijem vetëm edhe për 2-3 minuta tjera. Dhe të dashur miq, gjella tani është gati. Vazhdojmë dhe e shërbejmë për një drekë ose një darkë të lehtë dhe plot shije. Dhe të dashur miq, pjata është gati. Unë sot vendosa që këtë drekë të shijshme ta shërbej me pilaf. Recetën e pilafit e kam paraqitur disa herë me video. Shpresoj që do ta provoni edhe ju, do ta pëlqeni dhe do ta shijoni. Deri në video recetat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.